qeverit dhe qeveritarët e liderit e pa aftë të pas zot për të menaxhuar situatat cilat do qofshin, përpiqen që fajin të mos e mbajnë për vete dhe ta transferojnë diku tjetër. Unë jam i bindur si çdo shqiptar, me aq eksperiencë sa ka dhe me aq dije sa ka, që shërbimet e fshehta të huaja në çdo vend janë prezent, punojnë për vendin e tyre në çdo mënyrë, çdo formë. Luftrat hibride e ato asimetrike kanë qenë dhe do të meten si modeli më i ri i zhvillimit të luftrave për arritjen e qëllimeve të një vendi apo të një aleance. Nuk përjashtohemi as ne Shqipëria nga këto ndërhyrje, interferime dhe veprime. Por thënë nga kryeministri i një vendi është dorëzim total, pa aftësi totale dhe pas kësaj për mua një kryeministër që deklaron vetë me gojën e tij do të thotë që ku i ka strukturat e veta shtetërore, ku i ka strukturat përgjegjëse, si është e mundur që strukturat e huaja të fshehta, shërbimet e fshehta të organizojnë në zemër të Tiranës, të Shqipërisë, të kryeqytetit, të organizojnë mitingje kaq demokratike, kaq të mëdha, kaq me frym pozitive dhe ti që mban përgjegjësi, që ke strukturat, që me taksat e qytetarëve shqiptar mban një mori të madhe edhe ajo bashkëpunimi me strukturat e vendeve të tjera duhet të kishte marrë një sinjal dhe duhet të kishte parapryer në qoftë se do të ishte reale për t'i parandaluar këto. Për sa kohë nuk ka arritur, për mua si qytetar i këtij vendi, ai duhet ta mbyll atë që ka thënë me dorëheqjen e parë e vokueshme. Një kryeministër totalisht i pa informuar, i pa zoti për të drejtuar strukturat që ka dhe janë vënë në dispozicion, ku ka dështuar plotësisht. Pra në këtë rast, nëse marrin të plotët mirëfillt atë çfarë ka deklaruar, pas saj dhe pas atyre që ai ka deklaruar, vjen thjesht dhe vetëm dështimi në mënyrë të plotë dhe të suksesshme. Dhe pas dështimit, një njeri me formimin minimal i takon përgjegjësia dhe përgjegjshmëria të dorëzoj dorëheqjen e parë e vokueshme dhe të hap krahun për pa aftësitë e treguara të tij dhe gjithçka tjetër që nuk ka asnjë lloj fjale e shprehje tjetër që mund të gjejmë në këtë moment mbështetur në ato çfarë ka thënë e çfarë ka presupozuar kryeministri i këtij vendi. Por unë nuk besoj kurrë që shërbimet e fshehta të huaja, cilat do qofshin ato, të arrijnë të interferojnë kaq thellë sa të ngrejnë një masë kaq të madhe. Dhe aty në shesh unë nuk pash as autobuza, nuk kam pa as autobuza dhe nëpërmjet mediave që kanë qenë prezent në intervistimet që kanë bërë, shumica e tyre janë shqiptar, të rinj të reja, të moshës mesatare, rrallë në një pensionist si puna ime sepse kanë frikë për fat të keq të dalin atje se mos u pret qeveria pensionin, duke harruar që ai pension është thjesht dhe vetëm një mbijetesë në kushtet më minimale të mundshme. Për këtë dhe shumë arsye të tjera, protesta ka të drejtën legjitime për të vazhduar, për të fuqizuar në numra e për të përhapur në të gjitha kryeqytetet e vendeve demokratike për të ndikuar dhe për të treguar botës demokratike se çfarë realisht po zhvillohet në Shqipërinë që pretendojmë që së shpejti të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Vetëm në këtë mënyrë e me këto kushte, kurse si nuk e meritojmë për të marrë privilegjin e madh për të qenë antar me të drejtat plota të Bashkimit Evropian. Se vetëm kjo nuk mund të flasë në favorin e demokracisë më minimale për të cilët shqiptarët kanë luftuar që në vitet 90 dhe për fat keq ai slogani e duam Shqipërinë që gjithë Evropa ka ngel për 35 vite për papërgjegjshmëri të klasës politike qeverisë. Si e djathtë, ashtu edhe e majt që vetëm flamujt e vullat kanë të ndryshme, por mënyrat e veprimit ndaj Shqipërisë dhe të qytetarëve të vendit saj kanë qenë në unison dhe si dy pika ujë në ngjashmëri me njëra tjetër. A e rrëzon propagandën e qeverisë se në këtë protestë ka agjenturat huaja vetë po themi kalimi që ka bërë aty në qetësinë e tij ambasadori i Bashkimit Evropian, pra në protestë është parë, pra në protestë duke kaluar qëllimi nuk e dim, ka qenë thjesht për të kaluar
në bulevardin e Dëshmorët e Kombit dhe në këtë rast zyra e Bashkimit Evropian nuk ka aq informacione të tilla saqë e lejon ambasadorin e saj që të marrë pjesë në protestë, në një protestë ku sipas qeverisë ka përfshirje të elementëve të agjenturave të huaja? Edhe nëse ka ose ka patur ndikime në formë e metoda të ndryshme, jam i bindur që për asnjë çast e për asnjë moment nuk është kërcënuar as siguria e përfaqësuesve diplomatik të akredituar të huajve në Tiranë, e as e Shqipërisë, e shtetit shqiptar dhe e as një qytetari. Kultura demokratike e organizimit të protestës, e fjalimeve të mbajtura, e qytetarisë të treguar, flet më së miri që aty nuk ka patur masivisht, po unë nuk përjashtoj rastin që një diplomat mund ta ketë detyrën e dytë qenien diplomat. Detyrën e parë mund ta ketë për punuar për shërbimet e fshehta të vendit të tij dhe kjo është e pranueshme në të gjitha vendet e botës, sepse nuk mundet të marrësh një informacion, si ju e thatë e theksuat, nuk mund të marrësh një informacion nëse nuk ke një person drejt për drejt aty në vendin ku zhvillohet ngjarja, nuk mund të marrësh informacionin dhe ta raportosh informacionin dhe shtetet e tjera orientojnë qëndrimet e tyre dhe dalin me deklarata deri edhe me nota nga pjesa diplomatike e Ministrisë së Jashtme për të reaguar ndaj shteteve që kanë marrëdhënie, por dhe ndaj shteteve që këto marrëdhënie nuk i kanë ashtu siç duhen në nivelin e dëshiruar. Kështu që unë them me bindje dhe ata e kanë treguar me fakte që protesta është duke udhëhequr nga fryma, nga zemra, nga atë dashuria e Shqipërisë dhe e shqiptarëve që ky vend të ndryshojë pas 35 vitesh, pas më shumë se 3 dekada e gjysmë, të ndryshojë klasën politike e qeverisëse, pasi ata nuk kanë qenë dhe e kanë treguar me prova, sepse kanë cënuar së pari me 7501 pronën e shqiptarëve, nuk e kthyen tek i Zoti, nuk e kompensuan. Kanë cënuar dhe po vazhdojnë të cënojnë me ligje që e miratojnë në parlament me forcën e fuqinë e kartonit, pa u diskutuar në asnjë lloj forme mënyre me qytetarët e vet, kur ligji nuk është në interes të qytetarëve, unë nuk di ku i shërben ky ligj. Pse duhej Edi Rama të rikthehej në Zvërnec ditën e djeshme dhe të bëhet takime bisedë me qytetarët e kësaj zone, kur ai e ka marrë vendimin dhe e ka deklaruar dhe vetë që ai projekt do të zhvillohet. Si mund të zhvillohet projekti kur tokat, një pjesë e mire e asaj sipërfaqe janë akoma në përgjykata, pa një vendim dhe duke mos respektuar atë pa anësinë që duhet të ketë qeveria dhe kryeministi vet, nuk mund të shprehesh përpara një gjykimi të një çështje sepse ti ndikon në një mënyrë apo në tjetër ke gjykimi dhe vendimi përfundimtar që do të merret për këtë çështje. Kështu që kjo nuk është dashamirësi ose fakti tjetër. Nëse ajo zonë në mënyrë të paligjshme ku me urdhë të kujt u rrethua. Si mundet që të cënohet kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, që të cënohet dhe të rrethohet me tel me gjëmba dhe të rrethohet me rrjet tjetër dhe të rrethohen edhe pjesë të cilat nuk i përkasin kompanisë, edhe nëse do ta quaja që e ka dhënë dhe ka realizuar marrëveshjen. Pse? Pjesa e rërës dhe detit e bregdetit ton është tokë publike, ka të drejtë çdo qytetar të kalojë, nuk mund të privohet e mund të ndalohet asnjë qytetar a priori e në mënyrë të njëanshme. Të gjitha këto bëjnë atë që vetë Edi Rama ka qenë i pa informuar, që vetë qeveria shqiptare nuk e di se çfarë ka bërë, flet nga një anë për një projekt, por projekt nuk ka, flet për gjëra të cilat jo për qytetarin e thjesht, por edhe vetë qeveria nuk i ka të qarta. Ne nuk kemi qenë dhe e kanë shprehur për disa herë, gjithë protestuesit dhe ata që kanë marrë fjalën në mënyrë të pa organizuar, e kanë marrë fjalën e kanë thënë që ne nuk jemi kundra projekteve të zhvillimit, cilat do qofshin personat fizike, juridike apo kompanitë private. Jemi pro zhvillimit, por ne kemi gjëra të tjera të cilat po t'i hyjmë në themel, por nuk duam t'i hyjmë se kemi në sa kohën. Ne kemi gjëra që i kemi prodhimin e naftës, prodhime të tjera që kemi të vendit, të cilat i kanë marrë kompanitë e huaja dhe nuk e dim ku përfundojnë. Pra kemi pasuri për kilometra apo për metra katror, për sipërfaqe që kemi, numër e popullsisë, pasuri prallore krahasuar me vendet e tjera. Por për fat keq kanë vajt në duart e njerëzve të gabuar, duke u mbështetur e përkrahur nga qeveritë, cilat do qofshin këto, si djasta ashtu dhe sot e majta, që për fat të keq nuk janë asgjë, nuk kanë bërë asgjë më shumë më pak,
por kanë pa interesin e tyre personal të oligarkëve dhe të atyre qetave që i rrethojnë rreth rrotull dhe nuk kanë menduar për asnjë çast për qytetarët shqiptar dhe për Shqipërinë e për vendin e tyre. Zoti Prenga, të ndalemi pak te ishulli i Sazanit, ku vajza e presidentit amerikan Donald Trump në një intervistë për një media australiane e ka cilësuar atë si një ishull privat dhe ndërkohë u shpreh lehtësi të madhe teksa tha se ishin duke notuar në atë pjesë të Shqipërisë dhe papritur e gjetën ishullin. Pra, duket sikur vajza e Trumpit ka ndaluar në një butik dhe ka bler apo në një dyqan caktuar edhe ka bler një çantë edhe i ka pëlqyer dhe e ka marrë. Në këtë rast, cili është raporti që vendoset i Rama me shtetarët e huaj dhe në këtë rast qoftë me vajzën e Donald Trump dhe dhëndrin e tij, ku një nga pikat strategjike më të mëdha të Shqipërisë jepet në këtë mënyrë? Unë mendoj që ajo nuk ka qenë në rastësi, ajo ka qenë e studiuar, ka qenë prej kohësh objekt i jo vetëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe i shumë vendeve të tjera, pasi nëse kujtojmë Rusia deri në vitet 60, aty është bërë dhe një film ballë për ballë për sa i përket vendosjes së nëndecëve dhe strukturave ruse aty dhe në vitet 60, pastaj ata morën pjesën e tyre dhe mbajtën si thosh me forcë 4 nëndece për arsye sepse ajo është jo vetëm për Shqipërinë e rëndësishëm, por ajo është një nga pikat kyçe dhe shumë të rëndësishme strategjike në mesdhe. Dhe detyrimisht që ajo ka dhe do të ketë lakmi nga të gjithë ata të cilët janë të interesuar për të patur një pikë strategjike. Jo shumë, por gjithmonë këto orientohen nga pjesa e turizmit, nga interesa për zhvillimin e turizmit, po pastaj ato kthehen shumë shpejt në pika dhe vende strategjike ku ata ndërtojnë një mbrojtje, një si mund të themi kontroll të hapësirës në gjitha mënyrat e mjetet, gjë e cila duhet menduar mirë përpara se sa të lihet në formë kaq të lirë.